Mirëmëngjes të nderuar teleshikues të News 24, ja ku I takojmë si çdo të shtunë bashkë me mua Bledian Kokën këtu në koha për të zgjuar. Do të marrim së pari titujt e informacioneve për ditën e sotme nga gazetat e shtunë 17 dhjetor 2016. Nisim si zakonisht me gazetën shqiptare. Kryartikulli I gazetës, një ministër shkojnë me Balilin në Dubai. Ministri I Drejtësisë, kërkesa për arrestimin e Klement Balilit erdhi në maj, ja çuan prokurorisë, reagon dhe ministri Tahiri, operacionet të një pas njëshme. Flet gazetari investigativ Artan Hoxha, prokuroria e di ku është. Ndërkohë në foto I kërkuar nga policia Klement Balili, gazetari News 24 Artan Hoxha dhe I faksimilje e dosjes greke për akuzat ndaj të shumë kërkuarit. Flet konstitucionalisti Njazia, të burgosurit I drejtohen kushtetueses. Konstitucionalisti thot se mosvotimi për të dënuarit është minim I vlefshmërisë kuvendit. Ndalimi I votës për 86 vepra penale, intervista dhënë për Darina Tanushin në faqen 4 të gazetës shqiptare. Opinionet dhe komentet e gazetës për ditën e sotme së pari nga Gazmend Pula do të lexoni, me disa reflektime shtesë për demarkacionin me Malin e Zi. Ndërkohë, një tjetër opinion I ditës mban kësaj here autorsinë Arsim Spahiut me titull Lekës së madh I hapen përsëri dyert e qytetit të Tiranës. Ecim më tej me artikujt e gazetës shqiptare. Krimi në Kavaj, vret taksistin me thik, reagon Jati, po që e vërtet le të pushkatohet. Kreu I Kuvendit Ilir Meta takon zëvendës sekretarin amerikan të sigurisë kombëtare. Ndërtimet pa leje aluizni 900 pronarët që do të ndajnë mes tyre 848 milion lek. Inspektorati I punës Bira Korça çmim për standardin dhe korrektesën, vlerësimi në faqen 12. Ndërkohë si çdo fundjavë me gazetën shqiptare vjen edhe suplementi roz Bluetooth, titulli kryesor Rama me gazetaret, batutat dhe dhuratat e rejas. Mik pritja e lindës dhe sekretet e darkës kryeministrore me femrat e medias. Big Brother 9 ndryshon strategji, produksioni kërkon çifte të martuarish. Ishin këto të nderuar titujt e gazetës shqiptare. Ecim me gazetën Panorama, e cila ka si artikull të parë tabelat zyrtare. Zbardhen pagat e reja për gjithë administratën. Dokumenti I financave sashtohen pagat për mësuesit, pedagogët, policët, ushtarakët, mjekët, infermierët, buxhetorët dhe punonjësit mbështetës. Detajet I gjeni në faqen 7 të gazetës Panorama. Manjani nxjerr letrat, urdhri I arrestit për Balilin që më 17 maj, Partia Demokratike akuzon Tahirin, reagon ministri, Balilin e kemi peshqesh nga ju. Meta me zyrtarin e Departamentit Amerikan të Shtetit, memorandum mirëkuptimi me Shtetet e Bashkuara zbardhe takimi me Alan Bersin. Themeluesi I teatrit ndahet nga jeta aktori I 150 roleve, Lazar Filipi. Vlerësimi Inspektorati I punës çmim Bira Korça për standard dhe korrektes, foto dje nga dhënia e çmimit. Narkomani vret taksistin dhe I shet automjetin për 27.000 lek të reja. Ngjarja rënd dje në Kavaj, në foto autori I dyshuar Musa Saraçi. Opinion nga Mentor Nazarko, Shqipëria, çfarë roli në Maqedoni? Ndërkohë nga Alketa Hila do të lexoni opinionin me titull Pse kontrolli mjekësor bazë është I suksesshëm. Ndërkohë shohim edhe titujt e Panorama Plus, historia e gjyqeve pas divorcit, flet këngëtari Sajmir Çili. Pse denoncova për rrahje Suela Kalam. Endri Prifti tregon intrigat mes këngëtarëve, Floriana Garo deklarata do adoptoj një fëmijë. Ishin këto dhe titujt kryesor të gazetës Panorama. Eci me gazetën Shekulli, e cila ka si shkrim të parë koncesion edhe për lojrat e fatit. Qeveria, shteti dorëzon tek privati monitorimin e kazinove dhe basteve në internet. Pas kërkesës për të toleruar edhe 2 vite sallat e basteve, hapet tender I ri. Partia Demokratike I del në mbrojtje koncesionit të laboratorëve, nuk voton kundër në seancë. Takimi Meta Bersin, bashkëpunim I ngushtë me Shtetet e Bashkuara për sigurinë në rajon. Raporti I Ministrisë, pagat e reja për mësuesit, administratën, mjekët dhe infermierët,
Tabelat e plota duke nisur nga punonësit e thjesht deri në nivelet drejtuese, rritja edhe për pedagogët. Intervista Gjosha, negociatat me Bashkimin Evropian mund të hapen në çdo kohë. Aktori i madh ndahet nga jeta në moshën 95 vjeçare Lenini shqiptar Lazar Filipi, nga të fundit e brezit të tij do të mbahet mend për 150 personazhet në teatr dhe në filma, rolet nga Tana deri tek Hamleti. Kitar para kuvendit Mahmataj këndoi për krijesat që nuk i ka kapur ende SIDA. Hetimet, dosja e prokurorisë për gjykatësin që liroi Lul Berishën, akuza radhit 3 gabime të cilat mund të rikthehen në qeli. Kreun e bandës së Durrësit hapet hetimi edhe për uljen e dënimit. Këto ishin titujt kryesorë të nderuar televizionistë të gazetës Shekulli. Do të shkojmë tashmë në gazetën Mapo, e cila si çdo fundjavë vjen në versionin Mapo Weekend, krye artikulli i gazetës. Kush e humbi avionin e negociatave? Shqipëria nuk mundi të kalonte në stacionin e radhës për në Bashkimin Evropian, një rutinë që e ka bërë të duket gati të paarritshëm integrimin për shumë shqiptarë. Qeveria humbi një nga letrat që mund të përdorte në zgjedhje dhe si mburoi ndaj sulmeve për dështime. Opozita do të duhet të mbrohet ndaj akuzave për sabotim. E ardhmja e procesit mbetet e paqartë dhe për këtë flasin Grida Duma, sekretare për marrëdhëniet me publikun në PD, dhe Gentian Elezi, ish zëvendës ministër i integrimit. Detajet në faqen 8 dhe 9, ndërkohë shkrimi shoqërohet edhe me karikaturën për sot të KPG-ut me avionin që prezumon Bashkimin Evropian me 2 zyrtarët, Johannes Hahn dhe kancelarin Merkel, dhe aktorët në Shqipëri, kryeministri Rama, ambasador Evlautin, lideri i opozitës Basha dhe kreu gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Buxheti, koncensioni i laboratorëve, si dështoi opozita të përfitojë nga përçarja e mazhorancës. Në votimin e sejntes, kuvendi rrëzoi me 63 vota kundër të PS-s dhe PDI-s amendamentin që kundërshtonte dhënien me koncesion të laboratorëve në mjeksi. Nisma mori 39 vota pro, ndërkohë që ishin mundësitë që bashkë me votat e PD-s ajo të miratohej. Intervista Protestanizmi, shpirti i kapitalizmit perëndimor. Si e ndryshuan botën 95 tezat e Martin Lutherit, i ftuar në forumet e UET në bashkëbisedim me student dhe pedagog, ishte presidenti vllazërisë ungjillore shqiptare Ylli Doçi. Propozimi Duka, shitblerja e votës të dënohet me 5 vite burg. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka dhe partitë e vogla parlamentare bëhen bashkë me qëllim ndryshimin e kodit zgjedhor për të ndaluar shitblerjen e votës, duke ashpërsuar masat ndëshkuese. Profil Servet Pëllumbi, 80 vitet e politikanit ideolog, i njohur këto 26 vite të pluralizmit si profesori i socialistëve. Pëllumbi ka mishuruar gjithë devizën e politikanit ideolog. Komentet dhe opinionet për ditën e sotme në gazetën Mapo. Nga Klementin Mile do të lexoni rubrikën Peripatos, po sikur njerëzit të kenë të njëjtin fat. Nga Preç Zoga, qielli i gjithkujt, e sa të pash Toptani siç nuk e kemi njohur. Në rubrikën Reaksionari shkruan sot Fitim Zekthi, a duhet besuar Lulzim Basha? Dhe editoriali nga Alfred Lela, si nxori Lul Berisha në prit të historisë Ramën e Bashën. Intervista flet shkrimtarja Natasha Lako, tani ka ardhur radha e stoicizmit tim. Për më shumë se 30 vjetësh, poete dhe skenariste Natasha Lako ka rezistuar duke mos ndërprerë shkrimin, një autore që nuk kërkon të vërtetën, por thjesht ndjen një gjendje sociale duke krijuar lirikën e saj. Ese nga Mimoza Ahmeti, Bota në veprën e Kadarez dhe kjo vepër për botën dhe sot. Tema të mëdha të radikalit të botëve u shqyrtuar në veprën e tij në mënyrë të veçantë nga dimri i vetmisë së madhe. Vepër e një dimensioni e diskursi jo vetëm të shoqërisë shqiptare, por edhe më gjerë. Ndërkohë në brendësi Mapo Weekend plus revista Mapo dhe Madam Mapo çdo të shtunë për vetëm 300 lekë. Këto të nderuar televizionistë janë titujt kryesor të gazetës Mapo. Ecim tashmë me gazetën Telegraf, e cila ka si shkrim të parë pa paguar taksat nuk bëhet martesa. Qytetarët rrezikojnë celebrime duke deklaruar se do i kthehen bashkëtesës pasi urdhri i Ministrisë së Brendshme dhe i keq përdorur nga gjendjet civile nuk bën lidhje martesore pa u bërë pagesa e taksave, pastrimit, dritave, ujit e tjerë
Shkrimi në faqen 4. Fotoja kryesore e gazetës për ditën e sotme, i kuvendit Ilir Meta pret ndihmës sekretarin për çështjet ndërkombëtare të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare zotin Alan Bersin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës jemi krenar që qëndrojmë për krajush. Koncensioni serb i laboratorëve. Ja emrat e deputetëve të PD-s dhe PS-s që votuan pro dhe emrat e atyre që lejuan qëllimisht miratimin e ligjit. Masakra në Alepo, lufta e çmendur e terroristëve, Rusisë dhe iranianëve po masakrojnë dhe pospastrojnë qytetin. Intervistë me Gerti Çarçani nuk preferoi pjesën delire për audiencë maksimale, sportin në Ora News, jeta, karriera dhe familja, një rrëfim gazetari sportiv në faqen 20 dhe 21 të gazetës Telegraf. Komiteti Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Shqirimtare, Rustem Peçi, nderim për luftëtarët partizan dhe pasardhësit e tyre. Agim Sejid Qiraku, pas dekorimit nga komiteti, do të respektojmë luftën antifashiste nacional shlirimtare si amanet të prindërve tanë. Kontrolli i lartë i shtetit nuk shkon, por përmirëson në qeverisjen. Robert Wilton, monitorimi i gjykimeve administrative. Shoqata Labëria sot feston 25 vjetorin e krimit. Mustafa Koçeri dhe Memush Habili, operacioni Gjermani Dimrit 43-44 me 20.000 trupa dhe 12.000 mercenarë në vërmik të Kurveleshit, si u bashkuan fshatrat me luftën partizane. Ndërkohë shohim edhe opinionet dhe komentet e gazetës Telegraf nga Ëngjull Musaj, drejtori i gazetës, vetingu të nisë me vetikje. Nga Vangjush Sara do të lexonin zyrtarët shqiptar dhe fazliçi tjetër. Ishin këto dhe titujt e gazetës Telegraf. Mirë të nderuar televizionistë, është momenti të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Në transmetim të drejt për drejt të nderuar televizionistë, vijmë tashmë me gazetën Koha Jon. Krye artikulli i gazetës, koncesionet LSI kundër PS Pro dhe PD mbylli syt. Bujar Nishani dhe Ilir Meta takojnë ndihmës sekretarin për çështjet ndërkombëtare dhe kryezyrtarin diplomatik të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, Alan Bersin. Deklarata Rama, mos u bëni budallënj, Lul Berishën e liroi gjykata, jo Vangjush Dako. Ministri Tahiri Balili do arrestohet, sulmet e Shqup janë të turpshme. Propozimi, Bemblushi, 5 parti kërkojnë ndryshimin e kodit zgjedhor. Intervista flet deputetja demokrate Arbiola Halimi, në PD ka tension për listat e ardhshme të deputetëve. Aktiviteti Kokdhima sfidon në Ramën, takim me emigrantët në Athinë. Editorial nga Andi Betja, tradhtia e PD-s duke bërë pazare fshetas me Partinë Socialiste të Edi Ramës, shkrimi në faqen 11. Opinion nga Frok Çupi, dikush po na rri mbi kokë pa lejen tonë. Opinion sot të urojmë 80 vjetorin e lindjes së Papa Franceskut nga Zev Bushati, nga Dr. Edvin Stefani Forum, kontrolli i lartë i shtetit, bashkëpunim me ekspertët e saj polak. Dhe kryebashkiaku kundër përgjigjet Vangjush Dako, Blushi, ky mashtrues profesionist. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Ecim më tej me gazetën Sot, e cila ka si shkrim të parë thellohet skandali vettingut, përgjigja e Venecias s'ka mbërritur në gjykatën kushtetuese. Bashkim Dedja paralajmëron 3 muaj kohë për nxjerrjen e vendimit. Përkthimi i gabimit vettingut shkarkohet shefi i misionit Euralius në Shqipëri. Nisë shqyrtimi 27 ligjeve të reformës në drejtësi, shkrihet komisioni i posaçëm, diskutimet në komisionin e ligjeve. Mazhoranca në provë mbijetese më 22 dhjetor, pas përplasjeve për laboratorët LSI, kërkon miratimin e ligjit për koncesionet. Partia Socialiste hedh në votim dekretin për plehrat. Do shtojnë konkursat, administrata publike hap dyert për punonjës jashtë shërbimit civil, ja vendet e lira. Flet Ardiani Sufi, Onufri 2016 një ekspozit në mizerje. Fondesh të ndryshoj statusi dhe t'jepet një fond special, apeli i artistit në faqen 18 të gazetës Sot. PD dhe PS pakt për koncesionin e laboratorëve. Braktisja e sallës nga opozita
solli rrëzimin e propozimit të LSI-s, i njëjti skenar me ligjin për arsimin e lartë. Rregulloria e reja si do të bëhet informimi i qytetarëve për dosjet e sigurimit, digitalizimin e dokumenteve për të shmangur zhdukjet. Luan Omari dhe Sokol Haziza, ligji i dekriminalizimit shkel kushtetutën, heqja e votës për të burgosurit e papranueshme. Mësuesit në protest para Ministrisë Arsimit akuzan Nikolës për mashtrim me rritjen e pagave, të martën nisin grev. Skandal me banesat e të pastreve në disa qytete, firmat ndërtuese shkelin kriteret dhe kontratat për pallatet e entit të banesave. Shohim dhe komentet dhe analizat e gazetës sot nga Besi Bekteshi do të lexoni. Nacional populizmi në revansh përballë progresistëve, ndërkohë shkrimi nga Zaim Kuçi, sot u çlirua Alepo, po nesër kush e ka radhën. Këto ishin dhe titujt kryesorë të gazetës sot. Ecim me gazetën Tema, e cila ka si shkrim të parë kamikazët e Saliut në gjykata, logjika e sëmur për dosjet e mëdha që kanë mbyllur. Kësaj nuk di çfarë t'i thuash, Bashkim Dedja, Komisioni të Venecias nuk i punon interneti, ndaj s'na ka ardhur mendimi për vettingun. Gerd Hoxha, antari i KLD-s që udhëhej gjyqtarët kundër vettingut, justifikon emërimin e gruas si gjyqtare, mora shembull nga John Kennedy. Sajmir Tahiri replikon me Partinë Demokratike, Klement Balilin e kemi peshqesh nga ju, por ai është i mbaruar, s'ka skute ferr ku mund të fshihet. Rrëfimi i rënqethës i Sali Bollatit pas 66 vjetësh rikthehem në Çamëri. Antena brenda familjes gjykata kushtetuese shpjegon kur mund të jap vendimin për vettingun. 55 vjeçari lë shtatzon fqinjen e sëmur, kopjova Chelsea-n e derës dhe shohim komentet dhe opinionet e gazetës Tema. Dimitris Avramopoulos, Ballkani e Perëndimor dhe rruga e tij europian. Nga Anëri Bala, Luli Durrësit dhe Luli gënjeshtar i Partisë Demokratike. Nga Halil Matoshi do të lexoni Fyrom, fundi i komplotistëve dhe i nacionalistëve. Kemi përfunduar këtu të nderuar televizionistët dhe me titujt e gazetës Tema. Mirë, do të vijmë tashmë me gazetën Rilindja Demokratike, e cila ka si shkrim të parë $19 milion në vit për Vilmën. Babëzia e Ramës, vjedhje pa hesab. Rama dhe Beqa japin çdo muaj para për 10.000 analiza që ajo si bën kurrë, ose 2.5 miliard lek në vit të taksave tona. Flet kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, pushteti presion ndaj kushtetueses. Mediat gjermane, viti i kanabizimit të Shqipërisë, shkrimi publikuar dje në seksionin shqip të Deutsche Welles. Do të prishim impaktin e krimit me politikën, deklarata e liderit opozitës Lulzim Basha. Shkarkohet manipuluesi Euralius, është një tjetër artikull, dhe ndërkohë shkrimi publikuar në Politico, me Ramën Shqipëria 9 vite larg Bashkimit Evropian. Urdhri Interpolit për arrestimin e Balilit që më 17 maj. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt e gazetës Rilindja Demokratike. Do të shohim gazetën Integrimi, e cila ka si kryartikull kreu i Komitetit Drejtues Kombëtar Shezair Rokaj. KDK do i japë dimension të ri aksionit politik të LSI-s për të dëgjuar qytetarët. Intervista, kryetari sapo zgjedhur i KDK-s LSI-s ka nisur puna për ngritjen e komisioneve, të cilët do të jenë gjithëpërfshirës në problematikat që kanë sot qytetarët shqiptarë. Ndërkohë në foton kryesore, takimi me ndihmë sekretarin për çështje të ndërkombëtare të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, Meta Bersin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krah të Shqipërisë në çështjet e sigurisë. Projektet për Ballkanin Perëndimor, Shqipëria ndër 3 vendet fituese, flet të zëvendës Ministri i Integrimit Erisa Xhixho. Komisioni Evropian miratoi grantin 36 milion euro për projektin e ekurudhës Tiranë-Rinas-Durrës. Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Dëmond Panariti, grant 91 milion euro nga Bashkimi Evropian për fermerët që bëjnë investime në bujqësi. Investimi përrohet godina e re Bashkisë së Beratit, flet kryebashkiaku Petrit Sinaj, duke konsideruar këtë një risi në komunikim dhe lehtësi në dhënien e shërbimeve për të gjithë qytetarët.
Festat e fundvitit, Lëri, Shkodër dhe Puk, aktivitete festive, deklarata e deputetit Agron Çela, të rinjtë e Lërisë, garancia e LSI-s për suksesin në të gjitha sfidat e së ardhmes. Koment nga Eltion Halimi, politikat e këshilltarëve bashkiak LSI-s në interes të qytetarëve të Tiranës. Ndërkohë shkrimi i Michael O'Halloran e publikuar në Project Syndicate, strategjia e perëndimit për t'i dhënë fund makthit në Siri. Këto të nderuar teleshikues ishin dhe titujt kryesor të gazetës Integrimi. Do të shohim gazetën 55, e cila ka si shkrim të parë Qeveria e mundimeve. Puna e vetme e ministrave të Edi Ramës është të shkarkojë çfarë do lloj fature të luksit të tyre tek më të varfrit dhe më të pazëshmit. Prej qeverisë prodhojnë vetëm mundime, të cilat për ditë nxjerrin në protesta mësuesit, mjekët, laborantët dhe të papunët. Qeveria e mundimeve miratoi dje një tjetër buxhet luksit dhe të grabitjes paraelektorale, e cila do të sjellë rrënimin e ekonomisë dhe rritjen e numrit të azilantëve, si e vetmja rrugë për të shpëtuar ministrave xahil. Dita nishani vlerësime për asistencën amerikane, inkurajojmë rritjen më të madhe të kësaj ndihmese në të ardhmen, edhe kryeparlamentari Ilir Meta pret Alan Bersin flet për forcimin e sigurisë kufitare dhe luftë ndaj terrorizmit. Basha Edi Rama e ka dorëzuar vendin te kriminalet, po qeverisë me dhe për ta. Kreu Demokrat. Qëndrimet e kryeministrit janë mesazh i qartë inkurajues për kriminalet që të vazhdojnë të patrazuar, pasi shteti nuk e ka prioritet luftën kundër tyre. Veprimet e Edi Ramës dhe pushtetarëve të tij i dhan lirin një kriminali si Lulzim Berisha. Mosveprimet e Edi Ramës kanë lënë jashtë burgut Klement Balilajn dhe po mbajnë në pushtet një kriminal si Elvis Roshi. Mbështetja e Edi Ramës po i mban kriminalet në politikë, deklaratat e kryetarit të Partisë Demokratike. Fakti, Rama Tahiri nuk zbatuan prej 8 muajsh urdhër arresti ndërkombëtar për Klement Balilin. Nga Meli Fasko do të lexoni, shteti ka rënë, jemi në duart e bandave. Artikull publikuar në media ndërkombëtare Politico, korrupsioni dhe krimi organizuar arsyet se pse Shqipërisë nuk i u hapën negociatat. Gazeta Politico, që del online, organi zyrtar i Bashkimit Evropian, ka publikuar arsyet se pse Shqipërisë u refuzua hapja e negociatave. Shkrimi hedh dritë mbi arsyet e vendimit negativ që mori Brukseli për Tiranën. Nga Bernd Rigert, komenti, fusha e minuar integrimit dhe mesazhet e dy kuptimta të Brukselit. Politika, alarmi i Deutsche Welles 2016, viti i kanabisit, varfëria i çon shqiptarët drejt drogës. Viti 2016 u përmbyt me lajme për shkatrim të parcelave të kanabisit apo gjetjes së drogës. Sa më shumë shkatërrohej, aq më shumë billej, disa e shohin madje si mundësi punësimi, apo e humbë Shqipëria luftën me drogën, janë këto disa nga pyetjet që shtrohen në kryertikullin e seksionit shqip të Deutsche Welles, ndërkohë forum nga Sejdi Pegare ku jem për nënëntime. Artikulli publikuar në Wall Street Journal, strategjia Trump për t'i dhënë fund makthit në Siri. Nga Nikolin Lëmezhi me pen dhe me gjak, Imzot Jul Bonati. Dhe nga Gani Mehmetaj, ku janë shtatorët e arbërorëve të lavdishëm. Dosier servil ndaj Jugosllavisë dhe i ashpër ndaj Greqisë, fjala e Enver Hoxhës më 6 gusht 1946 para Kuvendit Popullor për traktatin e miqësisë me Jugosllavinë, dosieri nga Kastrioti Dervishi. Këto të nderuar teleshikues ishin titujt e gazetës 55. Mirë, do të shkojmë tashmë në gazetën kryesore sportive në vend, Panorama Sport, kryartikull i gazetës. Referendum për titullin. Juri speciale, për 15 ekspertët që votojnë për shanset që kanë skuadrat për të fituar kampionatin. Ku shpallet kampion flasin? Faruk Sedini, Shkëlqim Muqa, Shpëtim Duro, Agim Canaj, Hasan Lika, Agustin Kola, Blendin Albani, Nevil Dede, Sokol Kushta, Jusen Zmijani, Vjoresin Sinani, Daniel Gjafaj, Bledar Devoli, Arjan Pisha dhe Igli Almuqa. Artikulli i plotën faqen 2 dhe 3 të gazetës. Replika moviolistët kundër Hoxhës të fliste kur ishte në Federatën Shqiptare të Futbollit. Vllaznia Fletylli Hoxha, Cungu bërej padrejtësi ndaj me. Ndërkohë në kategorinë e parë, sot luhet java 17, në grupin A janë këto ndeshje. Erzeni Kamze në orën 13, ndërkohë të gjitha ndeshjet e tjera në orën 14 janë Kastrioti Iliria, Mamurasi Beslidhja, Tërbuni Burreli, Besa Shënkolli. Dje është luetur ndeshja
e grupit B, Bylis Dinamo, që ka përfunduar në fitoren e Ballshotës me rezultatin 2-1. Sot do të përballen Pogradeci Shkumbini, Apolonia Tomori, Lushnja Elbasani dhe Sopoti Turbina. Kategoria e parë, Bylis përmbys Dinamon, Elbasani sfidon Lushnjën. Opinion nga Ylli Aga, duke pritur ligën profesioniste. Ndërkohë shohim edhe zhvillimet në futbollin ndërkombëtar, krye sfida sot në 20:45. Allegri provokon Romën, Spalletti është aktor. Milani, Montella, mundim Atalantën për ditëlindje, premtimi i trajnerit kuqezimve. Mercato të shmënduri nga Kina 500 milion euro për Messi. Këto ishin të nderuar televizikues e titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Në fund do t'i kthejmë edhe një herë krye artikujve të gazetës shqiptare për ditën e sotme, e cila ka si shkrim të parë një ministër shkoi me Balilin në Dubai. Gazetari investigativ Artan Hoxha rrëfen faktin ndërsa thotë se prokuroria e di se ku është fshehur i shumë kërkuar, i ministri i drejtësisë. Kërkesa për arrestimin e Klement Balilit erdhi në maj, ja quan prokurorisë. Reagon ministri i Brendshëm Tahiri, duke cilësuar se po zhvillohen operacione të njëpasnjëshme për kapjen e të shumë kërkuarit. Intervista flet konstitucionalisti Njazi Jaho, të burgosurit i drejtohen kushtetueses, ndalimi i votës për 86 vepra penale. Në intervistë dhënë për kolegen Darina Tanushi, konstitucionalisti Jaho thotë se mosvotimi për të dënuarit është një minim i vlefshmërisë kuvendit. Shohim komentet dhe opinionet e gazetës shqiptare nga Gazmend Pula me disa reflektime shtesë për demarkacionin për Malin e Zi. Ndërkohë nga Arsim Spahiu, lekës së madh i hapen përsëri dyert e qytetit të Tiranës. Shohim të tjerë artikuj të gazetës shqiptare, krimi në Kavaj, vret taksistin me thik, reagon i ati i autorit të dyshuar, po që e vërtet le të pushkatohet. Kreu i kuvendit Ilir Meta takon zëvendës sekretarin amerikan të sigurisë kombëtare. Ndërtimet pa leje, aluizni 900 pronarët që do të ndajnë mes tyre 848 milion lekë. Inspektorati i punës Bira Korça çmim për standardin dhe korrektesën. Rama me gazetarët, batutat dhe dhuratat e reja, së mikpritja e lindës dhe sekretet e darkës kryeministrore me femrat e medias. Tjetër artikulli Bluetooth, Big Brother 9 ndryshon strategji, produksioni kërkon çifte të martuaris. Kemi përfunduar këtu të nderuar televizikues edhe me leximin e titujve të gazetave për ditën e sotme. Ne do të shkëputemi tash vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë për të vijuar komunikimin tonë përditshëm.